Gjibrili me përfundimin e shenjave të kiametit, ku pejgamberi sa më dha vetëm disa prej shenjave të cilat i kemi cekur më herët, ku tha se pra robëresha do ta linë zotëriun e saj, dhe kështu pra ne e zgjeruam çështjen e shenjave të kiametit me hadithe të tjera, duke komentuar. Të nderuar vëllezër, në fund qëndroi edhe për një periudhë Gjibrili, pastaj u largua nga mexhlisi i pyetjeve që i bëri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për islamin, për imanin, për ihsanin dhe për shenjat e kiametit. Thumma intalaqa falabithtu maliya, thot Omer radiallahu anhu, pastaj ai eci e unë qëndrova. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti, ja Omer, a tadri man as-sa'il? Omer, a din cili ishte ky pyet që mpyti të gjitha këto pyetje? Tha, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tha, Allah dhe i dërguari i tij e din më së miri. Fa hadha Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Ose në transmetim tjetër, hadha Jibrilu atakum yuallimukum umura dinikum. Ky është Gjibrili, erdhi që t'ua mësoj çështjet bazike të fesë tuaj. Pra, të gjitha këto pyetje që i bëri, o Omer, ky nuk ishte një person i thjesht, por ishte Gjibrili, melaçe prej melaçeve të Allahut azza wa jall, erdhi që përmes këtyre pyetjeve ju t'i mësoni gjërat dhe t'ua mësoj çështjet bazike të fesë tuaj. Dhe me këtë edhe përfundon ngjarja me Gjibrilin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, të gjitha të cilat e kemi thënë deri më tash, jemi munduar që të sqarojmë në mënyrë të hollësishme, në mënyrë që ta kuptoni qartë hadithin e Gjibrilit, në mënyrë që ta kuptoni qartë islamin, ta kuptoni qartë çështjet që ndërlidhen me imanin dhe kushtet e tij, të kuptoni qartë botkuptimin e ihsanit, të kuptoni qartë shenjat e kiametit. Andaj e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, që çdo gjë të cilën neve e kemi pasur të sakt në elaborimin ton, e lusim Allahun azza wa jall që të na shpërblej. Dhe çdo gjë të cilën neve e kemi gabuar në elaborimin ton, kjo është prej neglizhencës ton dhe shejtanit. E lusë Allahun azza wa jall që të na falë, të na përmirësoj dhe të na shtoj dijen e dobishme. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që të kemi përfituar nga hadithi i Gjibrilit. E lusë Allahun azza wa jall që ta kuptoj mirë dhe drejt islamin, imanin dhe çështjet e tjera të rëndësishme që ndërlidhen me këtë fe. Në mënyrë që ibadetet tona t'i praktikojmë në mënyrën më të plotësuar dhe më perfekte. Në mënyrë që Allah azza wa jall veprat tona t'i pranoj në mënyrë të plotë. E që përmes tyre ta fitojmë jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. E lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na bëj këtë vepër të cilën e kemi shfaqur para jush si dije dhe ju si dëgjues, argument në ditën kur do dalim para tij. Neve si ligjerim e juve si ndëgjim. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që çdo person i cili ka marrë pjesë në dëgjimin e këtyre ligjëratave dhe kësaj serie që ndërlidhet me hadithin e Gjibrilit, Allahu azza wa jall t'i jap argument ditën e gjykimit dhe të ndërmjetësoj që Allahu ta fusë në xhenetet e tij. E lusim Zotin fuqiplot që çdo person që ka dëgjuar këtë ligjërat me sinqeritet të plot për të përfituar, e lusë Allahun azza wa jall që t'i jap bereqet, t'i jap shëndet në jetën e tij. E lusë Allahun azza wa jall që në qoftë se ka prej familjarëve të pauzuar, Allahu ta udhëzoj. Në qoftë se ai ka borxhe, Allahu nga borxhet ta liroj. Dhe mbi të gjitha, siç ishim takuar çdo javë në këto trajtime të hadithet Gjibrilit, Allahu nesër, në një ditë kur kemi nevojë, në një ditë kur duhet të shijojmë të mira dhe bukuritë e Zotit, Allahu në Xhennetul Firdaus të gjithë së bashku të na takoj, me kaq edhe e përfundojmë serinë tonë të ligjëratave pra më trego për Islamin, duke lutur Allahun që Allahu na jap shëndet dhe bereqet në ligjëratat dhe në takimet tona tjera vijuese. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.